Trump pezullon tarifat, por Shqipëria nuk arrin të përfitojë. Vetëm pak ditë pas tronditjes që krijoi në tregjet botërore, përfshi madje edhe bursën amerikane, presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump pezulloi për një periudhë 90 ditore tarifat tregtare për më shumë se 75 vende të botës, përfshirë këtu shumë shtete të Evropës dhe Azisë. Gjatë kësaj periudhe, presidenti Trump sqaron se këto vende do kenë një tarifë në vetëm 100% në shumicën e produkteve, gjë që nuk e prek Shqipërinë e Kosovën, ndaj të cilëve tarifa e vendosur që në fillim nga presidenti amerikan ishte vetëm 10%. Në vendimin e firmosur të mërkurën, kreu Shtëpisë së Bardhë përshtroi nga pezullimi vetëm Kinën, për cilën njoftoi rritjet më njëhershme të tarifës në vlerën 125%. Në një postim të tij në platformën sociale Truth Social, Trump shpjegoi se pauza për 75 vendet ishte një mundësi për të diskutuar dhe arritur marrëveshje, duke theksuar se ato kishin kërkuar një dialog me agjencitë amerikane, përfshirë Departamentin e Tregtisë dhe përfaqësuesin e tregtisë. Këto shtete kishin treguar gatishmëri për t'u angazhuar në dialog dhe për të arritur marrëveshje që përmirësojnë kushtet tregtare dhe shmangin barrierat që kanë ndikuar në tregtinë e lirë. Ndaj, kam autorizuar një pauzë 90 ditore dhe një tarifë për të ulur ndjeshëm gjatë kësaj periudhe për 10% që hyn në fuqi menjëherë, sqaroi presidenti i Shtetit Bashkuar. Kjo periudhë e negocimit vendos për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve ekonomike me Shtetet e Bashkuara dhe këtyre shteteve, sqaroi Trump, i cili akuzoi Kinën për mungesë respekti ndaj tregjeve botërore. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve botërore, ne rrisim tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 125%. Shpresojmë se në të ardhmen e afërt, Kina do të kuptojë se kohët që ka vjedhur nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera nuk janë më të qëndrueshme apo të pranueshme, shkroi Trump. Rritja e tarifave me 125% për produktet kineze është një tjetër hap drejt përshkallëzimit të tensioneve dhe kërkimit të një qasje më agresive ndaj ekonomisë kineze.